NATO ekziston tashmë më shumë se 75 vjet dhe asnjëherë më parë nuk ka pasur dyshim se aleatët mund të mbështesin njërin tjetrin, deri tani. Presidenti Amerikan Donald Trump ka spekuluar hapur se vendet anëtar të NATO-s mund të sulmohen nga Rusia nëse shpenzojnë shumë pak për mbrojtjen. Prandaj, ai kërkon që shtetet të ndajnë në 5% të bruto prodhimit vendor në vend 2% që janë aktuale. Pritet që aleatët të miratojnë shpenzimin e 5% të BPV-sës për mbrojtjen e tyre që të mund të përmbushin planet e aleancës për mbrojtjen në sulmeve të jashtme. Siç raportuam dje, Spanja kishte vërejtje për rritjen e buxhetit, por pas një bisedë me sekretarin e përgjithshëm Rute, ato kanë qenë kapërcyer. Siç deklaroi edhe vetë Rute në konferencën për shtyp, për Spanjën do të ketë një përjashtim të veçantë dhe do të gjendet një modalitet që ata gradualisht të arrijnë në përqindjen e planifikuar. Siguria e Ballkanit Perëndimor gjithashtu ishte temë diskutimi, më shumë në reportazhin e përgatitur nga kolegu Jovica Paunovski. Samiti në Hag duhet të dërgojë një mesazh për Vladimir Putinin se NATO-ja është e bashkuar pavarësisht kritikave të mëparshme të Donald Trump ndaj aleancës dhe se është e vendosur ta zgjerojë dhe përforcojë mbrojtjen për të penguar çdo sulm nga Moska. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha se SBA-t janë ende me ne, por se presidenti amerikan Trump pret që aleatët të përballen me çështjen e shpenzimeve për mbrojtje. My message to my European colleagues is stop worrying so much. Start to make sure that you get the investment plans done, that you get industrial base up and running, that the support for Ukraine remains at a high level. Luckily, it is still today. I mean, this is what you should work on and stop running around being worried about the US. They are with us. NATO vendos një tekst të veçantë në Ballkanin Perëndimor. Rute tha se ka bisedime me presidentin serb Aleksandar Vučić, por theksoi se nuk pajtohen gjithmonë. Në Kosovë kemi KFOR-in, ndërsa në Bosnjë-Hercegovinë bashkëpunojmë përmes EUFOR-it. Could this wider instability also impact the Western Balkans? Should we from the Western Balkans be worried? I think it is spot on, and it is a very good last question, because let's not kid ourselves. The security situation has dramatically changed over the last couple of years. Of course, in 2014, with the occupation of Crimea, but particularly with the full onslaught in 2022 on Ukraine, and since then, this massive reconstituting of Russia of its armed forces. Bombardimi i objekteve bërthamore iraniane nga SBA-t gjatë fundjavës e bën samitin më pak të parashikueshëm se sa do të donte Rute, ish kryeministri i Holandës dhe mikpritës i takimit në qytetin e tij të lindjes. Në deklaratën që do të nënshkruhet, të cilën agjencia Reuters ka pasur mundësinë ta shohë, thuhet se konfirmohet përkushtimi i palëkundur ndaj mbrojtjes kolektive, siç është e garantuar në nenin 5 të Traktatit të Washingtonit, se një sulm ndaj njërit është sulm ndaj të gjithëve. Delegacioni Maqedonas këtu në Hag kryesohet nga presidentja Gorjana Siljanovska-Davkova, ndërsa e shoqërojnë ministri mbrojtjes Vlado Misajlovski dhe ministri punëve të jashtme Timço Mucunski, si dhe shefi i shtatmadhërisë së ushtrisë general-major Sashko Lavçiski. Presidentja do të zhvillojë takime me liderët të vendeve tjera anëtare të NATO-s, ku do të diskutohet për çështje të sigurisë rajonale, integrimi evropian dhe pozicioni i Maqedonisë brenda aleancës. Nuk ka paralajmërim për takim me përfaqësues të Bullgarisë për momentin, ndërsa nëse do të ndodhe, do ta pyesim ministrin e punëve të jashtme Timço Mucunski, intervistë që do ta transmetojmë në lajmet qendrore. Erol Shaqiri, Televizioni 21 Hag.